أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me shëtitjet tona në këtë kopsht të burrave të devotshëm, në këtë libër të cilin e përmlodhi njëri prej kolozëve të Islamit, i cili megjithëse jetoi shkurt, la pas vete një trashëgimi jashtëzakonisht të madhe akademike, nga e cila sofer akoma na vazhdojmë të përfitojmë dhe të ushqehemi. Pra vazhdojmë mësime dhe porosi që marrim nga libri Riyadus Salihin, libër autoriale e imamit të madh Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Akoma jemi në hadithin 665 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i tretë në këtë kapitull, kapitulli i cili flet se detyra dhe obligimi qytetarit musliman është të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman kur ai urdhron në të mirë, dhe të mos e dëgjon atë, dhe të mos i bindet atij kur ai urdhron në mëkat. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Man khala'a yadan min ta'atin لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. Thot Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhuma, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: kush e largon dorën e tij nga beslidhja për respekt, e takon Allahun në ditën e kiametit pa argument. Dhe kush vdes dhe në qafën e tij nuk ka beslidhje, ai njeri vdes me vdekje të jahilietit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Në transmetimin tjetër, njëjtë tek Imam Muslimi qëndron: "Wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'a فإنه يموت ميتة جاهلية." Kush vdes duke u largu nga xhamati, ai njeri vdes me vdekje të jahilietit. Sidoqoftë, në 7-8 mezhlise e më tepër jemi mundu me sharu këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me spikat, porosit dhe mesazhet që dalin nga ky hadith, dhe sa kemi ardhur te hadithi Hudhejfi ibn Yaman, i cili hadith është në i marrë tash e 3 mezhlise, kjo është mezhlisi i 4, ku flasim duke zbërthy kuptimet e këtij hadithi, i cili është madhështor, dhe që të gjithë na kemi nevojë me lexu dhe me reflektu, dhe mesazhet që i ngërthen brenda vetës ky hadith me i zbërthy. Hudhejfi ibn Yaman radiallahu anhu e filloi këtë hadith duke thonë se njerëzit e pyesnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për khairin, e unë e pyetësha për sherrin nga friga që mos të bijnë sherr. Dhe i përmendëm ato fazat e khairit dhe sherrit, derisa erdhëm tek faza e sherrit, ku do ketë thirrës që do thrasin drejt portave të xhehenemit,
e kush i përgjigjet atyre, ata do e hudhin brenda xhehenemit, Allahu na ruaj. Dhe kur tha Hudhejfi ibn Yaman, ne i përshkruaj ata, tha janë njerëz nga lëkura jonë dhe e flasin gjuhën tonë. Do thot, nuk janë pi jashtë, po janë brenda popullit. Dhe folëm na në mësimin e djeshëm dhe atë parakalumin në lidhje me kush janë thirrësit drejt dyrëve të xhehenemit dhe kush janë ideologjit, filozofit që sot mundohen nëpërmes tyre të largojnë njeriu nga Islami. E kur i tha Hudhejfi ibn Yaman, nëse arri me jetu në atë kohë, çka të bëj? Ma jep një këshill, çka të bëj? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, telzemu jama'at al-muslimin wa imamahum. I përmbahesh xhamatit të muslimanëve dhe imamit të tyre. Do thot, na e kemi sjell këtë hadith për me vërtetu poentën e këtij kapitullit. Se kur janë muslimanët duke jetu me një shtet islam dhe i pari tyre i qeveris me sheriat, muslimanët mënyrën më të mirë për ta mbrojtur dinin e tyre dhe jetën e tyre është me u përmbajt xhamatit dhe imamit. Mos mu u përqa dhe mos mu nda. Edhe kjo është ajo që Imam Neveviu rahimahullahu taala e ka potencuar nëpërmes këtij kapitullit dhe këtyre haditheve. Se muslimanët momentin që jetojnë me një situatë të mirë fetare, të avancuar fetarisht, ku ka dituri fetare, ku ka aktivitet fetar, ku ka davet, ku njerëzit e dojnë fe, mundohen me jetu me fe, ka pushtet i cili qeveris me islam, edhe e shërben davetin, e ndihmon xhihadin, dhe ka qëllimin me ngritë fjalën e Allahu dhu xhelal, nuk ban me prish atë xhamat edhe atë shtet. Duhet me majtë, me ndihmu, megjithëse ka mundësi me pas mangësi në disa aspekte. Edhe kjo zgjidhje pastaj, se kur ka shoqëri islam edhe kur ka shtet islam, puna e davetit, e puna e xhamateve, puna e filozofive, puna është puna e shtetit. E mbron fen edhe e mbron xhamatin shteti. Edhe andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse arrin këtë kohë që do ketë thirrës drejt portave të xhehenemit, ti përmbaju xhamatit edhe imamit. Tash na normalisht jetojmë edhe na si shqiptar, edhe një pjesë e madhe e botës islame, jashtë kësaj situate, ku s'ka shoqërit konsolidume fetarisht edhe pushtet islam. Si është rasti jonë i shqiptarve, rasti i shumë popujve tjerë, po sidomos edhe shumë muslimanëve në Perëndim. E çka do të me bo na këtë rast? Njëjtë, na nëse s'mundi me bo shtet islam, na do të me bo shoqëri muslimane. Edhe me ndërtu raporte të konsolidimit të rave dhe të homogenizimit të jetesës, që na si xhamate muslimane brenda nesh të ruajmë njëri tjetrin. Qoftë ajo xhamati i xhamis me imamin e vet. Për shembull, na në këtë lagje ku jetojmë, e ruajmë dinin ton duke e zhvillu jetën fetare brenda xhamis. Edhe vim vetë falemi në xhami, i bim fëmijët e tonë në xhami, e ndihmojmë imamin në aktivitetet e xhamis, e ndihmojmë këshillin e xhamis në organizimet e xhamis, japim ide, japim propozime, japim kontribute, përkrahim materialisht. Atëre xhamia, xhamati i xhamis, imami i xhamis
janë xhamati dhe imami jo. Dhe në këtë formë, sa më avancuar që është jeta fetare brenda xhamisë dhe aktivitetet fetare brenda saj, aq më mirë jemi na. Se imami nëpërmes hutbeve, nëpërmes ligjëratave, e ngrit vetdijen fetare të xhamati, ja çel syt, e vetdison, edhe bën të përgatitur të ballafaqohet me të gjitha ofertat e kufrit dhe shirkut që e sulmojnë atë si individ dhe familjen e tij. E kjo fatkeqësisht sot të xhamatet e reja, të individ e ri musliman nuk ekziston. Nuk mundohen që nëpërmes xhamisë edhe zhvillimit të aktivitetet fetare në xhami të ruajnë veten dhe familjen e vet. Vinë xhamia ta më fal, po me kaq mjaftohen. Edhe sillen në xhami si mysafir me kon. Si të huaj me kon. Po, nuk ka nevojë secili mu përzim punët e xhamisë kuptimin teknik të fjalës. Ama me qenë konstruktiv, me dhënë kontribut ndërtues, zhvillues të xhamisë, të aktivitetet xhamisë, xhamatit xhamisë. Kjo është detyra e secilit musliman. Vetëm kështu ka mundësi na me e zhvillu xhaminë. Edhe me përfitu për të mirave të xhamisë. Përndryshe nuk ka logjik investimi marramendës shumë milionësh në ndërtimin e një xhamisë nëse na nuk kemi projekte dhe produkte të asaj xhamisë që shkojnë në shërbim të kauzës islame dhe në shërbim të shoqërisë muslimane. Atëherë na kemi problem me përcaktimin e prioriteteve. Nëse kemi na buxhet me ndërtu një xhami gjysmë milioni, 1 milion, 2 milion, 3 milion, 5 milion e përpjet, atë njëjtën kohë s'kemi na aftësi me mbledh buxhet për projektet vjetore të xhamisë, për produktet davetore të xhamisë, atëherë na nuk kemi kërkon me, do thotë, qëndrimin ton dhe konceptet tona në shërbimin e thirrjes islam. Tu diçka mungon, diçka çalon. A kjo është realiteti i hidhur fatkeqësisht në shumicën e xhamive. Nëse bëhet thirrja me ndërtu një xhami, gjen donator pikamos. Nëse bën një kurs veror në xhami, askush nuk paraqitet me ndihmë. Megjithëse kursi veror në xhami është më i rëndësishëm se ndërtimi i këtij xhamisë. Se xhaminë e kanë ndërtuar ata burra të cilët janë edukuar në ato mektebet e përparshme, në ato kurset e ndryshme fetare, që sot kur vjen thirrja për me ndërtu xhamin, janë vetëdijshëm. Edhe kujdesi për aktivitetet fetare brenda xhamisë duhet me qenë më i madh se sa kujdesi për ndërtimin apo mirëmbajtjen teknike të xhamisë. Kjo është njëra prej formave, do thotë xhamati i xhamisë dhe imami i xhamisë. Normalisht, më lart është organizimi fetar që ekziston në një vend si Bashkitë Islame që. Edhe ato janë institucionet të cilat e ndihmojnë besimtarin në ruajtjen e fesë së vet. Normalisht institucionet e Bashkisë Islame nuk janë të gjitha njësoj, dikush është më në nivel të përgjegjësisë, dikush është më pak në nivel të përgjegjësisë, dikush është hiç s'është në nivel të përgjegjësisë. Mirë, po edhe ndaj Bashkisë Islame nuk mund është ti me ndejt indiferent, dush me qenë konstruktiv. Nëse ka vërejtje, dush me shku me a thonë që kjo zban, që kjo zban, që kjo zban. Nëse ka gjirat mirë, dush me thonë që kjo ban, që kjo ban, që kjo. E mira që është për kraje, gabimi që është kritikoje, por në mirë konstruktive. Jo me bo zhurm, edhe me bo, do thot, opozitarizëm, vetëm për me bo zhurm. Jo, me dhënë kontribut konkret, me dhënë valla, këtu e keni huq. Kjo është shumë në nivel të përgjësive tuja. Kjo është shumë ma poshta që duhet me qenë përfaqësimi i muslimanëve. Edhe nëse na jemi konstruktiv në kritikat tona, në ofertat tona, jemi të zënshëm në
kërkesat e interesave të muslimanëve, dikush prej tyre ka më u përgjigj. Nëse vjen puna që nuk u përgjigjet kërkesave të xhamatit musliman, për të cilën janë ata në ato vende, atëherë kërkohet shkarkimi i tyre. Edhe zëvendësimi më të mirë se ata. Ama ti me pranue çfarë do lloj situate, edhe veç me bo muhabet në përqajtore dhe kafe, kjo nuk e ndron gjendjen e bashkisë islame. Edhe kur vjen puna ti përmbushesh nevojat tuaja teknike që i ki nga bashkia islame, shkon i përmbush edhe nuk e shfrytëzon rastin me kërkue kualitet në ato shërbime ndaj teje, atë nëse nuk i drejti edhe me kërkue hakun tanë, sepse qëndrimi jot është shpërfillës, është jo serioz, është jo i zëshëm, edhe e ke pranu de facto atë gjendje dhe atë situatë. Në Perëndim janë një xhamiat edhe qendrat islame, janë këto xhamate dhe këto imam të muslimanëve. Edhe na e kemi vërejt, edhe xhamia tona këtu të na, edhe bashkitë islame në përgjithësi, edhe qendrat islame në Perëndim, janë një lloj strehe për çdo individ musliman, kur ata ballafaqohen me kësi lloj thirrës për në xhehenem. Unë ndihmoj muslimanëve me i vetëdijsu, unë ndihmoj muslimanëve me i eduku, unë ndihmoj muslimanëve me i udhëzu, unë ndihmoj muslimanëve me i mbajt në fe, unë ndihmoj muslimanëve me i mbajt afër njëri tjetrit, edhe këto janë punë të mëdha dhe të rëndësishme që i bën akoma deri sot xhamia me xhamatin e vet dhe imamin e vet. Dhe andaj na duhet me i kultivu këto vlera, këto xhamia, këto xhamate, këto imam, këto xhallar, edhe me i përkram punët e mira dhe normalisht me i këshillu kur ata kanë mangësi, kur ata gabojnë. Se fundi gjithë jemi njerëz, edhe kemi nevojë për njëri tjetrin. Edhe kemi nevojë për mu këshillu, që të bëhemi më të mirë, që të bëhemi më produktiv, që të bëhemi më kualitativ. Askush nuk është mbi kritikën edhe mbi këshillën. Gjithë na kemi nevojë mu këshillu. Andaj edhe hoxha ka nevojë mu këshillue për mënyrën se si e menaxhon xhamin, si e menaxhon davetin. Normalisht këshillat kanë mundësi me qenë konstruktive me vend, dhe kanë mundësi mos me qenë me vend, po ato që janë me vend i merr, ato që janë me vend i ka përcen, edhe kështu gjithë na bëmi pjesë aktive e zhvillimit të jetës fetare. E tash, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum", kapesh për xhamatin e muslimanëve dhe imamin e tyre, dhe më për shtetin islam, kur ka edhe halifën e muslimanëve, sa ai e merr përsipër këtë përgjegjësi dhe e zgjidh, dhe forma tjera që përmenda që janë sot praktike. Tha Hudhejfi ibn Yamani vazhdoi me pyetjet e tia hipotetike në atë kohë, mirë po që ka ndodhur pastaj realisht më vonë. Dhe kjo tregon lartpamësinë e Hudhejfi ibn Yamanit radhiyallahu anhu, se ai i ka parapat do gjana që kanë mundësi me ndodhë. Për shembull, ku kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë xhamati i muslimanëve aktuale dhe Islami ka qenë në fuqi dhe në rritje, shumicës e muslimanëve s'u ka shkuar mendja se kjo forcë edhe ky zhvillim pozitiv ka mundësi me marr fund edhe me ra. Ama Hudhejfja po thonë, mas ti khejrit ato shër. Tash ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku të ka kësi lloj fitnesh, ti kapu për xhamatin edhe imamin e muslimanëve, mjafton kjo për ty. Ka mujt me thonë Hudhejfa tamam, po Hudhejfa ka thonë mirë, nëse jetojmë një kohë, fe in lem tekun lahum jama'atun wala imam, ku s'kan as xhamat as imam, atëherë çka më bë? Na si hoxhallar kishim me thonë ati xhamatit shumë jetu veti. E të prove mos, i kizon një. Ish me lodh të përgjigjna. Edhe kanë herë, hoxhallarët gabojnë shumë kur do thot kurreshtjen e xhamatit
ose pa aftësinë për t'i dhënë përgjigje të saktë pyetjeve të dikujt për xhamatit, e mbylli me kaq të e përbuz, të e ofendu. Normalisht Hudhaifa ibn Yaman nuk ishte njeri rëndomt, ishte njeri që kishte specifikat e veta. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha përgjigje, mirë po edhe të gjithë tjerëve beduinëve që kanë ardhur prej larg, ju ka përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe hoxha, imami, davexhiu, çdo herë duhet me shiku me dhemshuri, mëshirë dhe kujdes xhamatin. Asnjëherë me epërsi edhe me ndje madhësi zotin na rrit. Pa marrë parasysh pyetja ti është me lidhja, pa lidhja, është me vend, pa vend. Nëse ki përgjigje jepi, s'ki përgjigje thuj valla, nuk e di. Duhet me lexu, duhet me pyet për me të sharru. Nuk është marrë hoxha me thonë se di. Bile është krenari. Për gjërat që se di me thonë se di. Është gabim më i madh me fol pa dije për gjërat që nuk i di, sa me fol me thonë valla nuk di. Se askush për neve nuk është i gjithdijshëm. Askush. As ulemat e mëdhej, botën islame se janë gjithdijshëm. Edhe atyre u ka bova ki shpesh një në vetë, thonë valla nuk e di. Jo më nakë këto edhe. Jo më gjallar të ri, më thonë valla këtë mund të di. Ja, s'do me thonë. Se dija është shumë e madhe. Askush për neve nuk mundet me ka përthy të gjithën. Shumë është e madhe. Oqean. Se të bineve ka nga pak për dituris, ashtu si që ka thonë Allahu të gjithë, ma utitu min ilmi ila qalila, pak ju kemi dhanë njëve për dituris. Se dhja që e ka qua Allahu në tokë është shumë e madhe, edhe askush vetë nuk ka mundësi me përtheku. E tash, tha Hudhaifa ibn Yaman, fe in lem të kun lehum gjemaatun wala imam, e s'ka gjemat, s'ka imam, s'ka shtet islam, s'ka khalife, s'ka me bo, فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة. Largohu për këtë grupacioneve, edhe nëse metesh vet i kapur për rrojt e pemës, hatta yudrikuka al-maut wa anta ala dhalik, e të vazhdojsh të jesh i kapur për fen vet, edhe nëse këtë gjendje të arrin vdekja. Tani kjo pjesa fa'tazil tilka al-firaq kullaha, largohu për gjithë atyre grupacioneve, është qëllimi për të gjitha atyre grupacioneve ku kokat e tyre thrasin për të xhenemi. Demokraci, komunizëm, liberalizëm, materializëm, ekzistencializëm, puna e filozofive me të cilat tentohet mu rivalizu islami. Dhe disa herë këtë hadith në disa vende e zbresin për gjematet muslimane. E kjo është gabim. Dhe konteksti i hadithit flet për thirrjes drejt dyrëve të xhenemit. Për gjemate, organizata, lider, filozof, të cilët me ofertat e veta tentojnë me e rivalizu islamin, tentojnë me e largu islamin, edhe me ofru vetë vetën si alternativë zëvendësi për islamin. Si që ka ndodhë të në Balkan, për shembull, 1924 do e përfundon khilafetin, edhe musliman që kanë jetu me sheriat këtu, kanë ardhë ofertat e ndryshme me a largu muslimanëve sheriatin dhe me jetu me sisteme ideologjike, politike, ekonomike të ndryshme për sistemit islam. Të gjithë ata që kanë punu për me largu e islamin për vendeve tona dhe me zëvendësu me filozofi tjera, janë thirrës për në xhehenem. Pastaj ka ardhë komunizmi, pastaj ka ardhë demokracia, tash është liberalizmi dhe neoliberalizmi si doktrina filozofike që imponohen shoqërisë tona, dhe gjithë ata që thrasin drejt këtyre doktrinave janë thirrës për në xhehenem. Edhe kështu ka me ndodhë përfundimi të gjithë atyra dhe ndjekësve të tyre. Fundin e kanë në xhehenem. Edhe na kur e themi këtë deklarim,
E themi me dhimbje për ata njerëz që mashtrohen me kësaj lloj teorish edhe filozofish, edhe e largojnë veten nga përfitimi prej Islamit, megjithse e kanë pas pranishme në shtëpi, të baba, të nona, të gjyshi, të gjysha, kanë jetu me Islam, kanë jetu me namaz, me agjerim. Prej atyre familjeve ka dalë dikush e ka praktisë Islamin dhe ka është binë se demokracia, kapitalizmi, komunizmi, socializmi, liberalizmi janë oferta më të mira se Islami. Edhe ja ofrojnë dhe luftojnë me ofru popullit tonë si zëvendësi për Islamin. E njëkohësisht ata e shajnë Islamin, e kundërshtojnë Islamin, edhe ofrojnë ofertat e veta. Ata janë thirrës për xhehenem. Edhe kanë me pësu shumë keq, sikurse veç kanë pësu në dynjë në shthurin e jetës së tyre dhe zhdukjen e harmonisë familjare, kanë me pësu edhe në xhehenem. Allahu në ahiret duke qenë banor të xhehenemit, Allahu na rujt. Edhe andaj na të gjithë u themi kujdes. Vëni re, jeni të vëmendshëm. Ktheuni vetvetes. Njefni Allahun edhe ligjet e tija. Dhe jetoni me Islam, do t'jeni të lumtur në këtë botë dhe do të fitoni lumturinë e përhershme në ahiret. Dhe se asgjë përveç Islamit nuk mund ta shpëton njeriu. I themi këto fjalë sot, kur na si musliman jemi të dobët për me qenë argument kundër secilit që lufton Islamin dhe kundërshton atë dhe ofron oferta të cilat e dëmtojnë jo muslimanët, e dëmtojnë çdo njeri normal. E mas shumë ti dëmtojnë ata që janë larg Islamit me këto filozofi që i ofrojnë ata thirrësit drejt portave të xhehenemit. Edhe andaj, tu në këtë rast ne kemi dy detyra. E para, detyrë për ta njohur sa më mirë Islamin dhe për t'ia ofruar njerëzimit në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe e dyta, dhemshuria jonë ndaj këtyre të lajthiturve, të devijuarve, të degeneruarve, që thrasin drejt xhehenemit, që ti zgjojmë ata, ti kthejmë ata, të themi kujdes o njerëz ku jeni të shku, se kjo rrugë që e keni marrë ka me vathy qafën edhe në këtë botë, po ka me ju marrë qafën në ahiret. E tash dikush ka mundësi me thonë, pa mundet me bo dobi kjo atyre armiqve të Islamit, kjo këshilla janë, po ka mundësi me bo dobi. Se kemi na shembuj të shumë në Evropë të protagonistëve armiqësor ndaj Islamit. Koka të mëdha në perëndim që kanë luftuar vazhdimisht Islamin në Evropë. Tash, në këto 20 vjet e fundit, kanë qenë shumë të egrë në luftën kundër Islamit. Dhe muslimanët kanë vazhdu davetin e tyre dhe ata kanë vazhdu luftën e tyre dhe për ta luftuar Islamin kanë filluar me lezu për Islamin që ta luftojnë ma mirë për mrena. E që ka ndodhë të e lezu ata Islamin për me luftue edhe me shkatru, ata në fund në bo musliman. Kemi dhe më dhonë deputet në për parlamentet evropiane, shkrimtar, gazetar të ndryshëm, kemi gjithashtu regjisor të filmave, me emën, mbi emën, njerëz të cilët janë konë armik të Islamit, duke lezu për Islamin, pastaj e kanë pranuar Islamin. Andaj ne themi të gjithëve dhe këtu që janë brenda popullit tonë, naluni o njerëz se kjo rrugë që e keni zgjedh, ka me vathi qafën këtë botë, edhe ka me ju marrë qafën ahiret, kthejuni vetvetes, kthejuni Zotit, njefni Islamin, pranoni Islamin, jetoni me Islam, do jeni të kënaqur e të lumtur në këtë botë, edhe do shpëtoni në ahiret. Andaj porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte përmbaju xhamatit, shtetit Islam, pas ka atër mosu bën pjesë e këtyre organizatave armiqësore ndaj Islamit, ka po për Kur'an dhe Sunet, edhe nëse je vet, edhe mos e le këtë rrugë derisa të kesh jetë. Është porosia e madhe o vëllazë. Unë edhe ti kena amanet këtë din, nëse jemi besimtar të vërtet,
Edhe na edhe vetë me këtë botë nuk duhet me eshit këtë fe. Nuk duhet me praktis këtë fe. Se s'ka mundësi me shpëtu as kush për neve, as dunja, as në ahiret, pa islam. Se fe vetë me pranuar të Allah është islami, dhe kush do që pret dhe kërkon fe jashtë e islamit, fa hua fil akhireti min al-khasirin, ai në ahiret ka me qenë për të humbërve. S'ka mundësi me qenë shpëtimtar. Dhe këtë hadith Imam Neveviu rahimullahu taala duke komentuar në Sahihun e Muslimit ka thonë babu wujubu mulazamat jama'ati al-muslimin inda dhuhuri al-fitan. Kapitulli që flet se është obligim me u ka për xhamatin e muslimanëve kur të shfaqen fitnet, wa fi kulli hal, po edhe të gjitha situata tjera, wa tahrimul khuruji ala at-ta'ati wa mufarakat al-jama'a, dhe se është haram me dalë karshi xhamatit edhe munda prej tij. Domthon këtë hadith të Udhejfes e ka shtyr në këtë kapitull. Edhe përputhet me atë që na deri tash e kemi shqarë. Kua që keshim disponim në përfundojnë, a këto të ndalemi, duke lutë Allahun në e bdijet e dobishme dhe vepra të mirët, në e sinqeret në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si në ka bashkuat në këtë xhami për të marrë të porosi, e lusim Allahun dhul xhelal që në bën bashkë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili në i dha këto mësime dhe këto porosi me këto hadithet të tija, duke lutë Allahun e madhërishëm vazhdimisht që në ndihmoj në udhëtimin ton drejt tij, në lehtësoj vështirësitë dhe të na shon bekimet dhe mëshirën e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.